Janë zbardhur detaje të reja nga hetimet lidhur me atentatin e 17 prillit në Lundër. Grupi hetimor ka përfituar ADN-mikse pas analizave laboratorike dhe po bëhen krahasime. Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se në vendin e ngjarjes ku ishin fshehur autorët janë gjetur disa sende si çanta, doreza dhe pinca. Këto mjete dyshohet se janë përdorur për të prerë telin e rrethimit ku ishin fshehur me motor. Po ashtu, hetuesit janë fokusuar tek hyrja e kamerave të sigurisë jo vetëm ditën e ngjarjes, por shumë ditë përpara ngjarjes, pasi kanë dyshime dhe informacione se autorët kanë lëvizur me motor për disa ditë rreth vendit të ngjarjes, por edhe në zonën e Lundrës ku kanë studiuar terrenin. Ndërkohë janë përfituar të dhëna të rëndësishme për grupin hetimor dhe po bëhet analizimi i provave të mbledhura deri në këto momente. Fillimisht, lidhur me atentatin e 17 prillit në Lundër, hetuesit dyshuan se atentatorët gabuan shenjestrën dhe se objektivi i tyre mund të ishte bashkëshortja Roan Brahimit, eksponentit kriminal të vrarë në Athinë në vitin 2024. Atentati ishte i afërt në kohë një orë pas vrasjes në Lezhë të vjerit të saj, i cili ngjalli më shumë këto dyshime si një hakmarrje e mundshme për konfliktet të bashkëshortit të vrarë. Kujtojmë që mbrëmjen e 17 prillit u sulmuan me breshëri plumbash një 11 vjeçar, një 17 vjeçar, të dy djemtë e pronarit të Pelican Security, Vesel Bardhi Demiraj, 19 vjeçari Kian Mullaj dhe drejtuesi i automjetit G-klas, Aren Stafa. Ndërsa hetimet vijojnë, ende nuk ka një pistë të saktë se kush mund të ketë qenë shënjestër autorëve, si dhe ende nuk ka persona të dyshuar që mendohet të fshihen pas kësaj ngjarje të rëndë.